nderuar miku im drejtor Hoxha, të nderuar kolegë të Kosovës, së pari uroj mirëseardhjen dhe kthimin e vizitës që ne patëm para 3 javësh në Kosovë. Është nder dhe kënaqësi që ju sot të jeni këtu midis nesh. Policia e Shtetit dhe Policia e Kosovës ndër vite ka pasur një bashkëpunim shëmbullor, vllazëror dhe të bazuar në besimin e ndërsjellët dhe në punën tonë të përbashkët. Ky partneritet ka dhënë rezultate konkrete në terren në luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të armëve. Këtu duhet të përmend që ne kemi pasur disa operacione shumë të suksesshme që kemi bashkëpunuar me njësitë hetimore tuajat, ku janë kapur një sër armësh dhe kanë marrë pjesë edhe në konferenca të përbashkëta drejtuesët e drejtorive vendore në realizim të këtyre operacioneve. Prandaj është një bashkëpunim natyral, i cili vjen pa barriera midis nesh dhe ne kemi bërë më të mire në këtë drejtim. Një tjetër aspekt i rëndësishëm midis punës sonë përbashkët është lëvizja e lirë në kufirin midis Kosovës edhe Shqipërisë, ku gjatë gjithë sezonit veror bëhet një lëvizje e lirë e cila ndihmon shtetasit si kosovar edhe shtetasit shqiptar në një kalim më të shpejtë dhe më dinjitos pa barriera midis dy vendeve tona. Kështu që me lehtësimin e këtyre kalimeve në kufi, patjetër, edhe sot jemi për të lidhur një marrëveshje bashkëpunimi për ndihmën që do na jepni gjatë sezonit turistik me punonjësit e policisë së qarkullimit rrugor dhe tashmë nga 4 tillë që ne kemi pasur këtë vit shtojmë bashkëpunimin ku shtojmë edhe 2 efektiv, të cilët do shërbejnë në zonën ku më shumë ka shtetas kosovar, nga Durrësi, Shëngjini dhe Velipoja. Prandaj në të gjithë të aks, shërbimet to janë në bashkëpunim me shërbimet tona të qarkullimit rrugor do të jenë evidente, prezente për sigurinë rrugore. Prandaj, edhe në ardhjen time, siguria rrugore ka qenë një ndër prioritetet tona dhe vazhdon të jetë, pavarësisht mënyrës se si e kemi riorganizuar një shërbim të tillë, ku qytetarët mos të ndalohen më pa shkak dhe pa arsye, gjithashtu dhe gjithë përdoruesit e tjerë të rrugës të jenë të lirë të ecin drejt destinacionit të tyre pa ju bërë pengesë punonjësit policisë. Por nga ana tjetër, ne kemi rritur masat konkrete duke ju fokusuar te teknologjia, ku kemi ngritur një sistem të radarëve, një sistem të dronëve për të gjithë shkeljet rrugore, të cilat e evidentojnë dhe gjithashtu për shkeljet që kryejnë të marrin masat administrative përkatëse. Për këtë arsye, ne jemi sot këtu së bashku dhe shpresojmë që këtë marrëveshje ta nënshkruajmë dhe të bëjmë më të mirën në drejtim të punës sonë. Faleminderit i nderuar drejtor. Faleminderit shumë drejtor Hita. Përshëndetje për gjithë drejtuesit e Policisë Shtetit Shqiptar. Është nder dhe kënaqësi për neve, për mua personalisht dhe po ashtu edhe për delegacionin e Policisë Kosovës me qenë në vizitë në Shqipëri, në Tiranë. Ndjehemi përgjithësisht në shtëpinë tonë. Është mendoj një moment i veçantë që sot do të nënshkrujmë edhe marrëveshjen për patrullimet përbashkëta të Policisë Trafikut të Kosovës dhe Policisë Trafikut të Shqipërisë. Siç thatë edhe ju, këtë vit kemi vendosur që të shtojmë për një patrull më shumë numrin e patrullave në gjatë sezonit veror këtu. Në ato rrugë, në ato akse rrugore ku qarkullojnë edhe ka frekuentim më të madh shtetasve kosovar. Po besoj që jo vetëm shtetas kosovar, po edhe shtetas shqiptare, ne bashkërisht do të mundohemi që të krijojmë sa më shumë siguri për gjithë ata pushues dhe gjithë ata njerëz që frekuentojnë rrugët e Shqipërisë. Dhe që thatë edhe ju, fokusi edhe i Policisë Kosovës edhe jam si drejtor ka qenë dhe mbetet siguria në trafik, veçanti të pjesa e fataliteteve do të përshëndrojmë më shumë. Efektivet tonë, besoj edhe Policia e Shtetit Shqiptar duhet punojnë që ne të garantojmë sa më shumë siguri për qytetarët tonë, andaj e këndej kufirit. Te bashkëpunimi, siç e tha drejtori ju, unë vlerësoj që bashkëpunim kemi të jashtëzakonshëm me gjitha fushat e bashkëpunimit, duke filluar prej krimit të organizuar, luftës ndaj drogave, kontrabandës me armë e gjitha tjerat. Departamentet tona të policisë, sidomos i hetimit, ka një bashkëpunim shumë të mirë. Kolegët punojnë edhe në vijë horizontale, po edhe kur është e nevojshme edhe përmes neve si drejtues, por që ne do ta shtyjmë përpara këtë bashkëpunim, pse do ta avancojmë. Si diskutuam edhe më herët, ndoshta do të shohim forma të tjera të bashkëpunimit në demonstrime, ushtrime të bashkëta, edhe
të pjesës së hetimit do besoj të forcat tona speciale për të avancuar më shumë në mënyrë që njerëzit tonë njihen edhe më shumë me veti, po edhe të mësojnë nga përvojat e njëri tjetrit. Besoj që këtu do të jenë prioritetet tona. Normalisht fokusi do të jetë qytetari. Andaj ne do të planifikojmë, do të punojmë që siguria do të jetë prioritet, edhe për këtë neve kemi marrë përgjegjësi dhe kemi marrë obligime edhe nga qytetarët, po ashtu nga mbikëqyrësit tonë të cilët na kanë angazhuar. Andaj nuk do të lëmë asnjë gjë pa bon për të arrit qëllimet tona. Qytetari i shtetit të Kosovës e Shqipërisë të sigurt, po edhe mysafirët që do të jenë. Ne jemi shumë vetëdijshëm që numri i njerëzve që vijnë në Shqipëri, popullsia e Shqipërisë do të dyfishohet, në mos trefishohet gjatë sezonit veror, do të ketë një ngarkesë të madhe. Andaj mund të llogaritni në mbështetjen tonë të policisë së Kosovës për çfarë do që është e nevojshme. Shumë faleminderit për pritjen, shumë faleminderit për bashkëpunimin. Urojmë që të keni sa më pak punë, po nëse veç duhet angazhim shtesë, lirisht edhe për te marrëveshjes që do të nënshkojmë, ne jemi të gatshëm të ofrojmë mbështetje. Shumë faleminderit drejtor. U përbora disa vite që po marr pjesë në organizimin ose koordinimin e përbashkët të policive rregullore, bazohen në komunikimet ta quajmë nga fillimi i marrëveshjeve deri te përfundimi me turne. Do të gjitha raportet se kemi pasur edhe inspektim përbashkët qyshin nga inspektorati jonë edhe nga SHQB-i juet, kështu që rezultatet kanë dalë shumë pozitive se përket bashkëpunimit, por edhe ndihmën që kanë bërë kolegët tonë, kolegët të Shqipërisë, sidomos në ofrimin e sigurisë në zonat më të ngarkuara të trafikut të njerëzve, qoftë në orientim, qoftë në komunikim, kur shpeshherë kemi pasur raste kur kemi biseduar edhe me policë ose me drejtorët e drejtorisë së qarkullimit. Nuk kemi asnjë vërejtje se sa bëu bashkëpunimi, unë jam nga 2009 në këto patrullimet të përbashkëta, do të përbën 17 vite. Të gjitha vitet do të kanë qenë çdo vit më i suksesshëm se tjetri, bashkëpunim më i mirë. Kemi pas shumë përvoja të përbashkëta në aspektin të legislacionit, të dokumenteve, të pajisjeve, por edhe të shkëmbimit të përvojave nga gjithë drejtorët. Faleminderit shumë. Po garantojmë një bashkëpunim të sigurt dhe që të shërbej punës për të krijuar një klimë sa më të ngrohtë shtetet kosovar, që kanë ndjenjë vetë si shtetet shqiptar, sepse ne jemi dy polici të përbashkëta dhe shtetet do të jetë prapë të përbashkëta. Risia jonë është këtë radhë që neve për te atyre që kemi të kërkuar që punojnësit e policisë mos të jenë pjesë e kontaktit me drejtuesit, e kemi patur përsëri të vështirësi, po kemi 2 muaj që kemi arritur një standard që policia funksionon nëpërmjet teknologjisë në rrugë. Dhe lutem që shtetet kosovar të porositë që nuk është policia që ndëshkon, por është pajisja elektronike. Dhe të standarde kemi rritur dhe këto masa ne kalojmë nëpërmjet sistemit tonë e Arvana. Dhe këtu kemi rritur në ndershmëri, sepse sistemi është i pavarur me kambikim. Kemi rritur cilësinë e shërbimit, po kemi krijuar edhe besimin të qytetarëve. Mendoj se ky bashkëpunim do të na shërbejë dhe do të kemi një anë pozitive të rëndësishme që një siguri rrugore të sigurt. Faleminderit. Nga